Flamurtari në basketbol për femra ka siguruar fazën play-off duke mposhtur në ndeshjen e radhës për kampionat ekipin e Tiranës me një avantazh prej 29 pikësh në favor të vlonjateve. Një ndeshje luftuar prej momentit të parë, por secila periudhë u dominua nga vajzat e Flamurtarit. Rezultati përfundimtar i kësaj ndeshje ishte 80-51. Ndeshja u dominua totalisht nga vajzat vlonjate që nga minuta e parë deri në fund, që nuk e diskutuan asnjëherë fitoren dhe diktuan ritmin e lojës, duke mos i lënë asnjë hapësirë rivalëve kryesor. Me një lojë të organizuar, agresive dhe efikase në sulm, Flamurtari krijoi gradualisht një diferencë të madhe pikësh që u thellua deri në fund të takimit. Shefi e klubit Shumë Sportësh Flamurtari, Elona Hasanaj, shprehet e lumtur për këtë fitore dhe sigurimin e fazës së play-offit. Ajo thot se skuadra është e sigurt tashmë drejt titullit kampion. Ndeshja e sotme na çon të sigurt në play-off. Me këtë ndeshje, pavarësisht se çfarë ndodh me Tiranën, po flas të ndeshjet përballë që kemi me Tiranën, ngelen edhe dy ndeshje e kemi rahur 3 herë, e kemi mundur 3 herë. Kjo do të thotë që jemi super të sigurt për play-offin. Do të thotë 3 ndeshje në Vlorë, 2 në Tiranë. Mos harrojmë kemi dhe Partizanin që është një ekip si Tirana, kemi 2 ndeshje me Partizanin. Startojmë të mërkurën për ndeshjen e Ligës Unike në Tiranë, në orën 5:30 në Faria Hot, në Aslan Rus. Edhe ajo është një ndeshje që është për Ligën Unike shumë e vështirë, po objektivi jon kryesor është të dalim kampion. Jemi të sigurt deri tani drejt titullit kampion, por nuk është thënë fjala e fundit akoma. Duke komentuar ndeshjen me Tiranën, Hasanaj thekson: Ndeshja na çoi me 3 fitore, e kemi mundur 3 herë, kemi dhe 2 ndeshje. Por mos të harrojmë që kemi dhe Partizanin në garë. Shefi e klubit Shumë Sportësh Flamurtari, Elona Hasanaj, thot se pret më shumë tifoz në mbështetje të skuadrës në shkallët e Pallatit të Sportit Flamurtari. Të them që ishin shumë, nuk ishin shumë. I përshëndes të gjithë ata që erdhen. Por qyteti i Vlorës ka shumë sportdashës. Ky pallat sporti duhet të mbushet me sportdashë vlonja, duhet të vinë ta mbështesin ekipin e Flamurtarit. Pas ndeshjes me Flamurtarin foli edhe trajnerja e Tiranës, që u shpreh pa kënaqur me skuadrën e saj. Nuk e dim se kampionati është i gjatë, kemi për të mbaruar kampionatin si sezon, pastaj kemi edhe play-offin. Janë 3 ekipet të cilat sulmojnë vendin e parë, që është Flamurtari, Partizani dhe neve. Kush do durojë dhe do jetë më i miri deri në fund, do ta fitojë këtë lojë. Sot ishte një ndeshje shumë e keqe nga ana jonë, asnjë shut nuk hynte, edhe ku mundonim në mbrojtje nuk na dilte gjë. Ekipi i Flamurtarit ishte në very good day, në ditë shumë të mirë sot. Ne ishim në ditën më të zezë tonë. Për Flamurtarin kjo është një fitore shumë e rëndësishme, duke treguar kështu ambicjet e mëdha të skuadrës që mbetet deri në fund të garës titulli kampion, por pse jo edhe titulli Ligës Unike dhe paraqitja dinjitoze në këto kompeticione.